Pezullimi i Belinda Ballukut me vendim të gjykatës së posaçme është cilësuar absurde nga kryeministri Edi Rama. Duke e nisur serinë e re të podcastit të tij pikërisht për këtë çështje, Rama citoi dhe reagimin e Komisionit të Venecias, e cila theksoi se ky vendim ka cënuar balancën, duke marrë përsipër kompetenca të cilat nuk i ka. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe president. Sipas kreut të qeverisë, pezullimi nga detyra e Ballukut është de facto presion për shkarkimin e saj. Pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij, duke qenë se kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet një individ, po paralizohet e gjithë vendimarrja për një apo më shumë sektor që ministri mund të mbulojë. Dhe kjo është këmbë kryerje kushtetuese. Duke cilësuar një eksperiment të padëgjuar, Rama u shpreh se precedent të tillë nuk ka pasur në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Kjo që kanë bërë në Shqipëri një prokuror dhe një gjykatës duke pezulluar një antar të komitetit qeveritar është një tentative pa dëgjuar, një eksperiment i papar, një ide pa zhvilluar asnjëherë më parë dhe me sa duket një rrugë pa imagjinuar askund tjetër se mund shkelet nga gjyqësori për të marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit bashkë. Kryeministri u shpreh se beson që gjykata kushtetuese do t'i japë një zgjidhje këtij ngërçi, që tashmë ka lënë vendin pa numrin 2 të qeverisë.